Mirëmëngjes. Ju përshëndes, mirë se erdhët në Rrezet e Diellit. Sot do të trajtojmë dy tematika shumë të bukura që na frymëzojnë përmes historisë së Armirgjecit. Ai është një djalë i ri i cili ka arritur të jetë në krye të karabinjerëve në zonën e Ivreas në Itali, një post shumë i respektuar dhe shumë i rëndësishëm për një shqiptar sidomos, i cili në moshë të tij ka arritur të bëjë përshtypje dhe të marrë këtë stafet, le të themi ne, do të na tregojë se si ka arritur deri këtu dhe patjetër gjithë kalvarin e tij nga Shqipëria në moshën 6 vjeç që është larguar dhe deri në këtë fazë të jetës së tij ku ka rezultuar i suksesshëm në këtë profesion. Ndërkohë, në pjesën tjetër, një tjetër histori suksesi, po që lidhet me traditën tonë. Do të flasim për prodhimin e djathit të zijem në zonën e Veleçikut, në Malsinë e Madhe, që nga tradita e hershme prodhimin nga gjyshet e Malsisë së Madhe deri në ditët e sotme, madje do të tregojmë pse ky djath është si pikë referimi për shumë turistë, patjetër dhe për vendasit, duke ruajtur recetën autentike të prodhimit të djathit të zijem. Do të tregojmë edhe pak nga receta, nëse mund ta realizoni apo jo në shtëpitë tuaja, sepse ai që e prodhon dhe që ka çuar deri në këtë fazë këtë prodhim, do të na tregojë pak a shumë rreth prodhimeve dhe të tjera dhe se si ky djath është certifikuar me certifikatën STG dhe është bërë patjetër një nga prodhimet vendase më të kërkuara. Na ndiqni, kemi receta të shijshme, të shpejta, mund të bëheni pjesë edhe ju. Shkojmë në kuzhinë të Albana. Ja, ku jemi në kuzhinë, mirë se të gjeta, mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Pas kemi hirën e djeshme të gjizës këtu. Po, edhe produkte të tjera, pas kemi dhe mishin. Çfarë gatuajmë sot me këto produkte? Megjitha do vendos një tavë balte në forë. Te tradita, që këtu fillon tradita. Se problemi është se ne kështu funksionojmë. Unë them tavën, i ki gjenë direkt të që do bëjmë. Do bëjmë gjëza tani. Diti që më pëlqen ky lloj bashkëbisedim, dialog, se trilog është me gjithë produktin. Që na flasin më shumë edhe produktet, edhe recetat, edhe tradita jonë që bashkon familjet, jo më neve. Atëherë një gatim tavë, patjetër tavë, po është tavë dheu me mishviçi. Me mishviçi, patjetër që është gjiza, unë kam zgjedhur njomzën, sepse njomza është, po është njomës, kaq, është njomës, është me njomë, është më me shkrift si gjiza. Mishi është diçka e rënd proteinike, e kështu, kurse gjiza me njomzën. Dhe me që thot një ki mishi, unë direkt, përse jo, shtoj mishin. Kam qepën e grirë, por nuk shtoj qepën, shtoj mishin. Do shtoj kaq vaj, dhe më pas do t'a ledhatoj me pakës gjallë në fund fare. Ta vendosun tavën ndërkohë? Po. Shte që duhet të jetë furën të para ngrohur e ndizni në 200 gradë, vendosë në 220. 220 duhet deri sa të shkoj të... Kur unë të vendos tavën, do t'jetë 200. Po. Edhe, e lë këtë në terezinë e vetën. Të lëm pak mishin të zbutet. Dhe produktet e tjera, tani ti bëjmë një përmbledhje të tavës së dheut me gjizë dhe mish viçi, se nuk duhet humbur kjo recetë, duhet përgatitet. I keni në ekran 400 gram mish viçi dhe 400 gram gjizë. Vjetra recetë ka me dele, gjizë dele i bje. Po. Dhe gjitha duhet jetë e thatë. Një kokër qep, 2 thelpinj pudra, 600 gram miell misri, 80 gram, po, ose 60 gram, ose 80 gram, 4 lugë gjelle salcë domatesh, vaj ulliri, spec, i kuq dhe nenexhik, kri piper të zi për të rregulluar shijen dhe për ta përmirësuar atë, si gjithmonë, ja shtojmë gjatë përgatitjes dhe jo që në fillim sepse e mban forcon mishin. Ja, në kokla themi ne e ke ndarë mishin në copza të vogla. Do të shtoj
qepën. Kam mish të cilësisë ekstra, dhe kur ke ekstra nuk do shumë. Po, është i njomë, është i freskët. Dhe të tillë derisa me pakës. Tu kam hirën, no? Shtoj kripën. Dhe një pjesë me lugën tjetër, dhe një pjesë domate. Edhe lëngun e domates është këtu. Ju keni salcën e domates. Shtoni domates sepse jep një shije akoma dhe më të veçantë. Tu kam gjizën. E holloj me hirën. Kjo është ajo hira që ne prodhuam dje, apo jo? Kulluam gjizën dhe e përdorim dhe në gatime të tjera, siç e tham. Në gjellë, në supra, byrek, kulaç, e pime konsumojmë siç është, sepse është pastruese dhe shumë e mirë për shëndetin e mëlçisë, edhe shumë benefite të tjera. Derisa, shiko, kam të masën e i trashur, prandaj tash njomës. Kam thelpit e hudrës. Trejtë e mishi kemi shtuar dhe domatet, Po. Të fiksojmë që të zbuten, piqen mirë aty në vaj edhe bashkë me aromën e mishit. Përgatitëm gjizën e ulluam me pak hirë dhe ndërkohë në furrë kemi vendosur, siç tham, tavën e baltës, që të jetë e nxehtë, kur në të vendosim gjellën. Vura letrën, sepse ishte pjesa e mishit. Nuk më duhet për një grirje të hollë. Absolutisht. Hop, i largoj. Shtika e mishit edhe nuk përdor gjë tjetër. Shohim pak tani, zbuten domatet dhe hudhrat edhe mishi. Shtoj piperin e kuq, masën e kripës, do kem kujdes te kripa, shtoj masën e piperit. Mo pse kaq serioze o sot? Po, si shumë. Ha? Duket si respekton traditën, kam përshtypjen nga receta. Traditën e respektoj në Është kështu. përurësi, po më duke se po respektoj... Ama do ta them, po patjetër që do ta them. Tash do ta them. Po pse më unë duhet të bëj humor, patjetër, pra unë nuk duhet të dal jashtë vetes time. Nuk dua t'i plotësoj dëshirën askujt, sepse unë kështu jam e lindur, unë jam e lindur me energji pozitive. Dua të flas, dua të bëj humor, se si jam albana, pastaj po nejtë kështu. Ja, edhe kjo nuk, edhe Androniki nuk më njohë, tha, po respekton traditën. Ndryshe, po respekton traditën, thash, me seriozitetin më të Po, madh. dhe kjo është problemi që unë i shtoj piperin, do t'i shtoj nene xhikun. Zonjë dashur, të respektova që nga fillimi i emisionit deri tani, me që shakat e mia i shqetësojnë, por unë kjo jam dhe nuk lejoj askënd që mua të më prishi ditën. Jo. Dje, lexoja një koment, të them të drejtën. Lexoj çdo koment të mundshëm. Çdo koment të mundshëm sepse ka lidhje me gatimin. Në YouTube-in e Rezes. Dikush ku ka problem me gatimin, unë du t'i kthej përgjigje sepse jo gjithmonë shikohet gatimi, shikohet një pjesë dhe unë jam e detyruar dhe jam e përullur përpara jush të them,
Por, ditën time nuk e prish dot askush. Sepse jo më kot, jam këtu në rreze. Rrezatohemi, marrim ngrohtësinë ka rrezet e diellit. Po do bëj humor, po do bëj me humor, do bëj patjetër do bëj. Me humor pra patjetër që ti marrë dhe me humor. Po do bëj shaka, po do bëj edhe shaka. Patjetër që do bëj shaka. Recetat i keni të duhura, gramaturat i keni të duhura, nena keni të duhura, kjo është. Fillojmë punën tani. Tani fillon loja. Vetëm në mes të kësaj recete se doja këtë, se duke sikur po tash s'kemi çfarë bën, tash se më the. Respektova dhe traditën, por respektova dhe Albanën fillim fare. Po mendoja sa mirë që i kanë kombinuar produktet ata që e kanë krijuar. Dhe ti e kombinuar shumë mirë me recetën. Respektoj dhe recetën. Me mishë dhe me salsje. Në favor. Pra një veshje salse. Ne sot e kemi deri në fund traditën. Na shoqëron deri në fund se me djathi më pëlqeu çfarë. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë për atë recetën. Djathi zien. Asun jo. Po. Asun jo. Dhe ziente dhe ishte kështu bëheshe si elastik në edhe shoqëroheshe gjithmonë me reçela ose me mjalt dhe gjithmonë konsumoheshe në çast. Kjo kaq di nga detajet e djathit, por do t'i mësojmë në bisedë. Ta dëgjojmë deri në fund. Pra kam këtë masë. Dhe masa shtoj mielin. Mieli misrit, unë si Albana, ju them me olën ju do jeni shumë të rehatshëm, shumë komod, sepse e keni me të gjitha llojet. Lojën, ja pasoj Andronikin. Po, patjetër. Ja, të gjitha llojet i kemi dhe në ekran nga Atlas. Ola ose Atlas, kompania është Atlas, me Ola e njohin shumica, sepse sjell të gjitha llojet, të gjitha llojet e miellit, nga më imti tek më i ploti, integral, thekre, miell super për çdo përdorim gjithashtu, miell misri, miell për ballokume, për ato kulaçi dhe bukën e misrit, gjithashtu variantet janë nga më specifike, por më e rëndësishmja është tek cilësia që ka mielli, patjetër që te ambalazhi, që është një detaj i rëndësishëm për ta sjellë atë në tryezat tona të pa kontaminuar apo të pa prekur nga le të themi ambienti, faktorët e jashtëm. Kjo është e rëndësishme, mënyrë që ai të qëndrojë siç duhet, është miell që s'ka nevojë të sitet, aq që i më dhe mirë përpunuar është. Dhe ja, e sjellim në gatimet tona në mënyrë të përditshme gati-gati për të sugjeruar receta të larmishme. Sigurisht që ne nuk e përdorim mielin çdo ditë absolutisht në shtëpi, por kur të na duhet do ta përdorim patjetër. Është nxehur një çik ajo tava tani, tava e baltës, sepse nëse duhet ta respektojmë siç duhet traditën, duhet patjetër të respektojmë këtë detaj të vogël. Çfarë diferencë bën një tavë e nxehur nga një tavë që sa kemi marrë nga kuzhina? Nuk ndërpritet procesi, ai vazhdon. Lyerjen me gjallë. Sërish e marr dhe e vendos në tavë, në furrë, direkt. Të shkripak gjalpi që i vendosëm, se të ruaj atë butësinë, aromën e mirë, dhe në unitet të gjithë produktet do jenë patjetër masën, gjiza, pak hir edhe mielli misrit. Është aty në një shplarje. Gan. Dhe do t'i lihet tani koha e duhur që të zjej pak mishi, të trashet pak lëngu, erzat i ka. Bë një përzierje të duhur. Jo më kot e përmenda atë kulaçin apo atë bukën e misrit, sepse i shkojnë shumë për shtat kësaj recete dhe recetën e këtyre të dyjave, dhe të kulaçit dhe të bukës së misrit, e gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube. E kemi gatuar disa ditë më përpara për t'ju referuar dhe për ta kombinuar si recetë. Në energjikun e thatë, jo të njom, në energjikun e thatë, për një përzierje derisa masa të filloj dhe të trashet pak. Nuk shtoj gjalp, kam shtuar gjalpin tek tava. Po të doni ju, mund të shtoni pak spezjeks, po të doni ju. Unë nuk po shtoj. Mishi i viçit duhet jetë i freskët. Pastaj është një gatim tjetër, ajo gabzernat, jo të brëndshmet, është gjë tjetër që
sërish ka copa mishi. Pra sot është vetëm me copa mishi, mish viçi. Besoj se është gati dhe shkoj ta marr. Ta vendosim edhe në furrë, ndërkohë një përsëritje shpejt se Albana të bëhet gati për t'i dhënë procesin e fundit të recetës të tavës së dheut me gjizë dhe mish viçi. Pra keni mish viçi, keni gjizë, keni qep, hudhër, miell mistri, salcë domatesh, vaj ulliri, speci kuq i bluar, nenegjik i thatë, krip dhe piper i zi. Do ta shtoni në tavën e baltës, nëse nuk e kemi tavën e baltës, në një tavë që ju përgatisni këto lloj gatimesh, por gjithsesi edhe sikur të jetë një tavë tjetër, pra e rëndësishme është ai procesi i nxehjes më parshme, e vazhdon procesin siç e shihni, vazhdon nëse shihni anash që zjerja dhe vazhdon derisa yndyra, kemi thënë, edhe erë të tjera të dalë në sipërfaqe. Aty e kuptojmë që receta ka përfunduar, sigurisht do të marrë dhe atë ngjyrën e kuqëremt. Kur unë them shpesh që dhe kur e heqim për shkakun nga tenxherja, vlimi vazhdon. Vazhdon vlimi. Edhe këtu vazhdon. E njëjta gjë. Po ta afrojmë pak, shohim anësoret e tenxherës të tavës së baltit që procesi vazhdon. Kjo është arsyeja sepse duhet të nxehur më përpara tava. E vendosim në furrë të vazhdoj procesin e fundit dhe ndërkohë ne shkëputemi për pak fare minuta për t'u rikthyer me recetën e dytë. Mirë se erdhët edhe njerë, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë për të vazhduar me recetën e dytë, sapo e kemi vendosur në furrë të piqet tava. Ja, se hequn direkt atë. Lezo produktet edhe unë jam akoma dhe më në rregull. Cila është receta? Ja të marrim të këto domatet që na mbetën. Tek bishtajat. Bishtaja nga ato të hollat. Ato të hollat fare, ja. Janë dy lloje të hollat. Edhe për sallat janë edhe disa të holla që mund t'i bëjmë një gjellë shumë të mirë. Tani bishtajat. Shohim pak recetën të shkruar se çfarë përmban. I kemi pa mish, sepse ato kanë vetë proteina dhe kur gatuajmë bishtaja, bizele, të tjerë mashurkat e gjëra, përsëri nuk na duhet mishi, i kemi me oriz sot. 500 gram bishtaja, një qep, një filxhan kafeje oriz, 3 domate, një speci kuq, një lugë gjelle majdanos, vaj ulliri, krip, piper i zi. Bishtaja me oriz. Larë shpëlar diet, bishtajat. E ku i kam. Unë kam ritualin tim. Ciklën limonit tek orizi. Ky është rituali që ta tregojmë edhe nga afër dhe me zë dhe me figurë. Opa, ja. Bëhet zbardhet kokra akoma dhe më tepër. Patjetër që në fund të gatimit mua do më duhet sërish t'i shtoj lëng limoni dhe shtoj yndyr. Po t'i shtoni gjys për gjys është akoma dhe më mirë. Dhe përse jo? Gjys për gjys, ja. Marrë dhe një pjesë të hollë këtu nga lufra. Derisa shtoj gjatë shkrirjes zbutet edhe qepën. Kam vendosur t'i shkoj deri në fund hirës. Vetëm te reçeli nuk të shtoj hirë. Si dihet, nuk ke ndonjë recetë që e pranon. Shtoj masën e kripës. Po. Urdhëro. Sikurse shtoj dhe 2 thelpit e hudhrës siç janë. Kam orizin këtu. Dhe spostoj domatet i kam për në fund fare. Domatet që janë këto. Që na duhet i qëndrojnë kështu si kokra. Domatet që është vogla.
Pra ato sa zbuten dhe rrudhen pak dhe... Po, këto janë në fund fare këto. Të tjerat i kam të prera në kubik, por në masë të madhe. Mesatarisht. Po. Mesatarisht, faktikisht. Pra në këtë rast edhe pse pra kemi orizin që do ta trashi dhe i lëngun, Po. Qepa patjetër, sepse dihet që në gatime të tilla siç janë mashurkat për shembull, që nuk kanë atë vetin që të trashet lëngun, ndaj dhe kombinohen jo me pataten, Patjetër. herë me orizin. Po të dua, mund të marr një tigan, e kaloj këtu, dhe e sjell në pozicionin fillestar. Pra që të Shumë shpejtojmë pak i procesin, blyer. të kaurdisim Po. pak edhe mashurkat, barbunjat. Kaloj orizin pa u ngrohur fare, tigani, fare pa u ngrohur. Po. E ka urdis që gjitha lëngjet e përthithen. Normalisht do thoni ju, kur do ta shtosh te lëngu, po, ato janë proceset, dhe proceset ne nuk mund të shpangim, sepse proceset japin shijen. Po. E zbus, ose e shuaj me pak limon. E kaloj të mas të gjithën tek një shplarje të duhur, se mua sërish do më duhet Do të zje pak orizi, do të Patjetër. zbutet më mirë dhe qepa. E ndërkohë që ky proces ndodh, ne vazhdojmë me ngrohjen, zbutjen pak gjithashtu edhe të mashurkave. shtoj mashurkat. Si që shikoni, mashurkat i kam të prera të vogla. Nëse do isha ato të gjërat farë, do i kisha prerë akoma edhe më imët. Shumë pak vaj, thjesht një spërkatje. Nuk dua që të më piqet, të skuqet një anë, ose të kaurdisit një anë, dhe si për prandaj dhe bëj këtë përzierjen e shpejt që unë të kem kaurdisjen e një trajshme të gjithë produktit, të bishtajave, të barbunjave, si të doni ju. Këto dy emra dim deri tani, mund të ketë dhe ndonjë emërtim tjetër. Mashurka po. Po, dhe fasulet të njoma. Dhe fasulet të njoma. Bishtaja. I lëm këtë proces të ndodhë, si që të marrin kohën e duhur dhe ne kemi mjaftueshëm minutash për ta përfunduar siç duhet recetën, por më parë do të kalojmë në publicitet. Duke i trazuar kaurdisur pak, i japim dhe më tepër kohë për të dalë receta më e shijshme, kështu që ju presim pas reklamave për ta vazhduar dhe sigurisht të vjoj puna me recetën e tretë. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit për të vazhduar procesin e punës mashurkave, barbunjave ndryshe, me oriz, dhe ndërkohë në furrë kemi rezultate të mira me tavën me mish vici, tavdheu. Shtoj dhe domate. Pak spec të kuq,
pak, në varësi ku i themi pak, ajo masë është tamam. Piperin, pra fillojmë dhe rregullojmë shijen me erzat. Edhe në gjyku i thatë i shkon. I shkon dhe i vjen, i shkon dhe i vjen për 7 palqefe. Dhe e përshëndes për 8 palqefe. Po 7 ditë ka java që kështu, po e lëve 7. Leta është numër fati. Dhe, ja. Filloj dhe do të shtoj domatet sa për gjysmë që të kenë ata aromën e këndshme. Themi, domatja do marri ata aromë çfarë kam unë brenda. Nëse unë kam mish, do marri aromën e mishit. Nëse do kem peshk, aromën e peshkut, dhe perime, s'është patjetër perime. Do thoni ju, domatja do marri aromën e vet. Absolutisht jo. Aromën e vet e ka vetëm kur unë kam tiganin e pastër që përdor për domaten. Po të dua unë, dhe po ta konfirmoni edhe ju për shtëpitë tuaja, shumë i mund ta vendosni në tavë, siç është. Bëhet avash, derisa unë të shpërbëj. Edhe duken shumë të bukura ngjyrat. Po. Tani edhe ngjyrat kanë rëndësi si qëndrojnë dhe si i lëmë ne të rezistojnë gjatë procesit, gjatë skuqjes zjerjes së tyre. Kaq më duhet mua. Pra i bëra një, i bëra një zmet ashtu si takon. Shumë mirë. Çdo proces ka rëndësi. Nëse keni kohë në shtëpi, këtë proces të detajuar mund ta ndiqni edhe hap pas hapi. Sigurisht gjellët me perime janë gjithmonë një domosdoshmëri në kuzhinën tonë dhe një domosdoshmëri e theksojmë dhe nuk lodhemi dhe nuk besoj se bëhemi të bezdisshëm duke u thënë që përdorni bimët aromatike për çdo gatim. Sepse me kalimin e kohës, me përdorimin e tyre kuptoni se sa mirë ju bëjmë përshëndetin. Për shembull, në rastin e mashurkave, majdanozi është i domosdoshëm. Ja ta mbajmë s'ka vendosur poshtë. Një pecet apo një letër, po s'ka problem se ja. Edhe këtë e lëm më njam, po e lëm vetëm me majdanoz. Nuk më duhet të jetë e grirë imët. Gjithë majdanozin, sepse nëse unë dua të finalen të shtoj fare pak të imët edhe ja. Por, unë të ta kaloj në furr, gjë që... Super. Të duhur. Tjetë pak një sy edhe tavës që të hedhëm njërës. E di që mund t'jetë gati për ta servirur, kështu që avash, bëjmë gati ta servirim tavën me mishin e viçit. Pra në momenti që fillon tava të ziej përsipër dhe ndyra, poshtë që unë shtova, shkon në sipërfaqe, atëherë do të thotë që jam gati, mund të më konsumosh. Po, është gati, vetëm se duhet ftohet para se ta konsumojmë, ne heqim pak skaletën me njan dhe kjo është tava. E kam lënë furrën hapur që të vendosim edhe mashurkat. Dgjoj, ata vendosim atje sepse në një moment. Okej, ç'të duash si thua? Që ti kemi në tryezë, mos e heqim për pak minuta, se dhe 5 minuta, 6 minuta, 10 minuta. Ja, këtu e kemi. Mirë, ose do ta lëm edhe pak në furr, ose do ta lëm në këtë gjendje. Pra, këtu ka pak më tepër lëng, nëse e doni në këtë formë, e lini deri këtu. Në të kundërt, pak më e plotë dhe më e trashë, si lëng, si përzierje, e vendosni në furr. Këto janë dy tavat e përfunduara. Derisa Alba na bëhet gati për recetën e tretë, është e thjeshtë dhe e shpejtë, unë do t'ju përsëris produktet. E nisëm me tavën. Tavën e dheut me mish viçi. Shohim pak produktet dhe ndërkohë e tregojmë edhe një herë të përfunduar. Kjo është receta me mish viçi të prera në kubik të vegjël, pak gjizë,
një qep, hudhër, miell misri, salcë domatesh, vaj ulliri, speci kuq i bluar, nenexhik i thatë, krip dhe piper i zi. Rezultati është në tryez. Tani, tek rushi. Koka dhe rushi. Ja, prit të mbarojmë qikte nga... Më mbarove, po thashe të vendosë në tenxhere. Ke ko. Kam ko? Kalojmë tek receta e mashur. Ti do të më vdesësh mua. Tensionin tim ti do të lëvizësh. Ose kritikat pastaj jona duhet receta, ja ku e keni recetën të bishtajave me oriz. Pra bishtaja, qep, oriz, domate, speci kuj gjithashtu, majdanos mos haroni, një dorë të mirë, vaj, ulliri, krip, piper i zi. Rezultatin të përfunduar dhe me gjithë hapat që ndoqët, ja të ke keni në tryez. Tani, po të kaloj linjën. Tani fillon loja. Qa po përgatit tani këtu me këto rushi? Qëllë rushi? Ky është ai rushi që kishim në kavanozë, që thamë do ta ruajmë për ca kohë, dhe ja tek e kemi. Ujë, shtoj një mas sheqeri dhe kokrat, shko. Do ta bëjmë recel. Pakës fare sa i ngacmoj. Sa i ngacmoj pakës. Patjetër që më duhet t'i shtoj një sekondë e kundërta. Ja. Sepse dhe luga e tillë, ja. Pra duan delikates, jo kap. Po se shtypen ato kokrat e rushit. Të shplaj pak duart. Nga sheqeri të shërbetosura, të sheqerosura, që shtuna dhe djela të jetë sa me ëmbël, që të hënën të vinë sërish kështu. Po, patjetër që po. Si është ajo kënga mori molla me shërbet, sot është rushi, ja. Nuk vendosim luk druri, absolutisht. Sheqerin do t'i vendos, se kam recel, diku për 2 kg rush të 800 gram. Nëse doni më pak, shkoni 600 gram. Dhe pastaj që të mos qullet receli të qëndroj kokra, ja tek e Shtoni kemi. limon tos ose limon. Po. Për t'i dhënë një shije më ekstra, ja të kthej kokën pak kështu si me lezet, e gjithë trupi me lezet. Edhe me Kokën me lezet, edhe. gjithë trupin. Që të kemi një shije më ekstra, ne mund të vendosim kanel ose vanilje më ekstra. Përse? Për i vendos kanelën. Ja pa të shijen e dur dhe në momentin që fillon dhe masa bëhet pak ngjitse, do të thotë që hiqeni. I largoj të gjitha. Pra du ta lëmë me zjarr të ngadalt apo jo? Për sa minuta? Diku të 30-35 minuta. I largoj këto dhe do sjell. Dhe në fund pastaj ngjyra do të jetë më errët. Errët, patjetër. Do zjej, do trashet ai lëngu dhe përdorni pastaj në qyrasma apo kur të doni diçka të ëmbël. Çfarë do bëjmë tani? Si të ruajmë vezët. Po s'ke marrë furnizim, furnizim të madh. Pako me vezët Ovital, 2 paketimet më të zakonshme dhe më të kërkuara, tek ne të paktën, nuk e di në familjet tuaja, po Ovital është një vezë që na vjen në disa variante, kuqe, bardhë, vogël, mesatare, madhe, sipas madhësisë, sipas llojit të shpendëve, të pulave që patjetër që rriten në mënyrë organike dhe rriten patjetër me më shumë kujdes që të respektohen të gjitha rregullat. Tani do ta çash aty. Vezët. Po vendos vezë të bardha. Ruajtja e këtyre vezëve është deri në 1 muaj. Në frigorifer apo jashtë frigoriferit? Jashtë frigoriferit. Jashtë pra. Jashtë frigoriferit, po. Në frigorifer s'ka nevojë të vendosen në kavanoz, po bëhet fjalë që si ti ruajmë ato jashtë I vendos frigoriferit. të gjitha vezët. Aq sa është i mundur që kavanozi të pranoj. Më ke thënë dhe një truk. Mbasi ju truku nuk e kuptoni, që unë e di shumë që e kuptoni, por ato njerëz që nuk e kuptojnë dhe shkruajnë truk janë këshillat. Po. Janë ato në thojzat, ato hilet e vogla, si të thonë, ato thojzat që janë. Këto janë. Me telefonin, dhe ajo është tepër e duhur.
që më the një... Ai që të tregojmë brenda, po duhet errësirë, këtu se bëjmë dot errësirë për momentin. Me një errësirë, hapim dritën e telefonit apo i një elektriku çfarë të kemi ne, elektriku në dorë, dhe e fokusojmë dritën tek veza për të parë brenda cilësinë e saj. Duket shumë e qartë. Bëheni në errësirë dhe provojeni, plus që ka mënyra shumë për të dalluar cilësinë e vezës. Por, ne nga që jemi shumë të sigurt në cilësinë e vezës, kemi nevojë të bëjmë as duam të urojmë sa më gjatë se mund të bënim dhe një regjistrim edhe e sillnim. Por na pëlqen të jemi gjëra sa më të duhura. Shtoj kripën. Kripa e imët. Unë kam vendosur dhe pak krip të trash. Derisa Desa të mbulohen vezët, pra të qëndrojnë ashtu në krip. Deri kaq edhe një mund të mbajë dhe... Dale një sekond. Kaq nuk mban më. Për hatër e për... Pra kripa mund të jetë e bardhë, mund të jetë e zezë, por... Qef e ka kripën e bardhë, faktikisht. Do të shtojnë mas ujë. Shtoj edhe pak, se u bëra kopraca. Derisa të mbulohen. Uji ke temperaturë normale, apo jo? I parë, që është këtu. Veprojmë një soj, si tek reçelnat. Ka një ndryshim, nëse ne duam, sepse duhet që të jenë të pastra. Normalisht kavanozat mund t'i marrim dhe t'i vendosim në furrë. Shumë pak. Dhe ai quhet ai sterilizimi. I lëm të tilla në ambient normalisht të freskët, jo edhe vafarës. Tani s'është se do bien temperatura. Sikurse mos të hyj drita dhe i keni për një muaj fiks. Një muaj fiks. Ja një truk edhe një mënyrë për t'i ruajtur sa më gjatë. Sikundër ka, do thonë njerëzit që ne nuk na duhet fare që t'i ruajmë për një muaj, se t'i konsumojmë se i kemi në mënyrë të përditshme. Po ja qëllon që keni marrë ca vezë dhe ju duhen, keni marrë ca si shumë. Dhe s'keni dhe vend në frigorifer. Për zonjën Albana që ju tha Fyti, ç'a kemi? Kafe më do çaj apo kafe sot? Qa të duash ti? Qa të doj ty e bardha zemër dhe pse një veshur bardha zi? E marrim përsipër bashk tani, do orientojmë dhe e vetmja mundësi që mund të realizoj dhe mund të t'jap këtë kënaqësi që ti do është lavaca. Lavaca italiane, një kafe me aromatike, një kafe perfekte me një aparat që na bën të mundur të shijojmë siç duhet kafen, me aromën, me atë shtrydhjen dhe presionin e dur të këto kapsulat të cilat i kemi të larmishme. Jo vetëm janë ngjyra, por sipas ngjyrave janë edhe shijet, edhe cilësia, edhe patjetër aromat e kafeve. Ne duhet të kemi edhe disa të tjera këtu dhe ja shifej ç'a kemi bërë, të gjitha i kemi konsumuar. Sot le të provojmë këtë kapsulën deliciozo që na sjell Lavazza Modo Mio me aparatin ekspresit Lavazza Modo Mio që mund ta bëni tuajën patjetër duke u interesuar në pikat e shitjes dhe mund ta keni edhe në zyrë edhe në shtëpi. E provojmë, fillimisht do të ndes pak ekspresin derisa të pulsoj për të treguar për ju që nuk e keni ndjekur se si fillon dhe procesi i punës për këtë ekspres. Kemi dhe variantet e tjera përveç se Michelinave këtu, kapsulave të ndryshme, Divino, Qualita Rossa, Intenso, më të preferuarat, si që janë në shijen tonë, për ta shijuar ashtu si duhet kafen e mëngjesit apo kafet e tjera të ditës. Janë dhe llojet e tjera, si që janë ready to drink, Lavazza me këto shijet unike, të ekspresit, të cappuccinos apo kafe latte, me formulën unike të përgatitjes në çast të kafes. Njësoj si formula e shtëpisë. Në atë raport është përgatitur, vendosim pak edhe një kafe të shkurtër për Albanën tonë. U ktheva kështu. Jemi në fund të hapësirës tonë të gatimit, ndërsa do t'ju pres pas pak në një bisedë interesante për dy histori të suksesshme. Njëri që vjen nga Italia, po ashtu, historisë shqiptarëve në Itali dhe në të gjithë botën na bëjnë të frymëzohemi në mënyrë të vazhdueshme. Këtë radhë do të flasim për Admir
Gjecin. Armir Gjeci është krye karabinier në Ivrea, është zgjedhur kohët e fundit, e ka me shumë pasion dhe me qef këtë profesion, por se si ka arritur që këtë post kaq të respektuar dhe kaq të rëndësishëm ta marri një shqiptar, do të na rrëfej ai vetë. Dhe po ashtu të flasim për djathin e Zien Veleçiku. Erdha, se e di që të duhet. Ja, me vrap të bëf të mirë. O bleta ime punëtore ti. Ndërkohë do të shihemi pas pak të bëf të mirë. Faleminderit për recetat e sot, me fundjavë të bukur. Shihemi pas pak në bisedat tona. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Në këtë program do të flasim gjithmonë për histori suksesi, për modele frymëzuese dhe ndaj sot do të spikasim me një personazh të cilin në fakt e kemi ndjekur në për rrjetet sociale ku është paraqitur, le themi, ky model frymëzimi, siç është shqiptari Armir Gjeci. Ai është një djalë i ri i cili ka ecur shumë, ka studiuar në shtetin italian, po ashtu edhe është integruar më së miri në këtë shtet, por së fundmi ajo që na ka bërë ta marrim si model frymëzim dhe ta tregojmë për ju si një histori suksesi është përgjegjësia e jashtëzakonshme që ai ka marrë në Ivreas në Itali, sepse është emëruar si kreu i karabinierëve të Ivreas, një post shumë i rëndësishëm për rendin publik, padyshim, Armiri sapo është emëruar aty dhe sot e kemi madje në krye të detyrës. Le ta përshëndetim fillimisht dhe të mësojmë diçka më tepër për këtë përgjegjësi që natyrisht është një imazh, një përfaqësim dhe një imazh shumë i mirë edhe për vendin tonë që shqiptarët patjetër që mund t'ia dalin. Të përshëndes Armir. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty, je në krye të detyrës, besoj? Po. E do t'i them publikut që për të bërë këtë komunikim së bashku, ne kemi marrë lejë speciale për shefin e karabinierëve, apo jo? Po. Patjetër janë leje që duhet të kërkohen sepse nuk mund të veprohet në mënyrë tjetër. Si po ndihesh si kreu i karabinierëve, një pozicion, një post shumë i rëndësishëm për strukturën e rendit publik në atë zonë, apo jo? Po, patjetër, është një post, siç thatë, shumë i rëndësishëm, por shqyr kam të bëj me personelin tim, me bashkëpunëtorët të mi që më ndihmojnë shumë. Kështu që mund të them që puna që është shumë e vështirë mund bëhet edhe shumë e thjeshtë kur këtë bësh me persona të përgatitur. Dhe padyshim nga këmbgulja jote, apo jo? Përveç se stafit rrethit të njerëzve me të cilën ti bashkëpunon, po aq më tepër për një post të tillë që duhet ta shpjegojmë që është një nga pozicionet më të respektuara dhe më të rëndësishme të rendit publik, për qetësinë dhe rendin publik në zonën që ti mbulon, apo jo. Më trego pak si arritet ti jesh në këtë pozicion. Atëherë, ndatë parë, qyteti i Ivreas është një qytet me rreth 25.000 banorë. Edhe ka kompania e karabinierëve të Ivreas ka poshtë vetes rreth 14 stacione karabinierësh me rreth 160 persona. 160 karabinierë në gjithë territorin, është një territor shumë i madh me kompetencën e vet. Si arrita deri këtu? Arrita deri këtu sepse në vitin 2013 tentova konkurset për të bërë karabinier, sepse ishte ëndra ime që kam qenë fëmijë, sepse kisha qef uniformën, shihsha uniformën, edhe uniforma e karabinierëve ishte bërë si sinonim i drejtësisë. Edhe duke qenë se kam pas gjithmonë fiksimin e drejtësisë, fiksimin e ndershmërisë, atëherë për mua figura karabinjerit ishte kjo. Kështu që kisha shumë qef të tentoj të bësha karabinjer. Plus, figura karabinjerit isha ajo që do më lejote të ndihmojsha sa më shumë njerëzit e tjerë, si njerëzit civil, do me thëmë përpucin, si edhe pse jo edhe kolegët e mi. Atëherë, tentova konkurset për të bërë karabinjer. Në fakt, për të bërë oficer, kam tentuar 3 herë. Nuk ja dola herën e parë.
Herën e dytë pastaj u bëra inspektor dhe kam bërë një vit tek shkolla e inspektorëve në Veletri, që është afër Romës. Edhe herën e tretë pastaj fitova konkursin për të bërë oficer i karabinjerëve. Rruga profesionale është e tillë, bën 2 vjet në Akademinë Ushtarake të Modenës. Pastaj 3 vjet të tjera në shkollën e aplikimit në Rom, shkolla oficerave në Rom. Mas këtyre 5 viteve përgjithë me studimi, merret diplom në juridik, në jurisprudencë, edhe mund të dalim të ushtrojmë. Kam bërë 2 vjet në Taranto, nga viti 2020 deri në vitin 2022 kam qenë në Taranto si komandant flotoni në një shkollë ku përgatiten karabinjerët. Pastaj nga viti 2022 deri në vitin 2023, në shkurt të vitit 2023, u caktova si komandant i njësisë operative dhe të ndërhyrjes shpejt radiomobile në Alcamo, që është në provincën e Trapanit. Një territor shumë i vështirë që më lejoi të mësojsha mirë punën se si duhet u bëhe. Edhe aty sajt personelit që kam ndihmuar shumë në krye të veprimeve që kam bërë. Pastaj nga viti 2023 deri në vitin 2025, domethënë deri para se të isha këtu, kam komanduar seksionin e parë të njësisë hetimore në Torino, ku jam marrë me krime të rënda, si puna vrasjeve, si puna edhe krimi të organizuar. Nga aty pastaj, duke qenë se gradat vazhdojnë, edhe arritëm në gradën e kapitenit, më dhanë kompaninë e Ivreas. Përpara kompania e Ivreas është një kompani shumë e madhe, me gati 160 karabinjera, edhe këtu kam përgjegjësinë e karabinjerëve, por jo vetëm të karabinjerëve, por edhe të strukturave të tjera. Je në krye të inspektorëve, të karabinjerëve, pra në një post shumë të rëndësishëm, por gjithashtu dhe shumë të rrezikshëm. Si është si zonë Ivrea, dhe doja të dija tashmë që ti je në këtë pozicion dhe dihet që shumë modele të shqiptarëve të suksesshëm, patjetër që ju është dashur që mbi shpatulla të marrin dhe atë paragjykimin se janë shqiptar. Kjo ndoshta dekada më përpara, apo ndoshta më e zbehur në ditët e sotme. Megjithësi, e ke ndjerë ti mbi shpatulla këtë lloj përgjegjësie apo të duhet të punosh akoma më shumë për imazhin ton aty? Atëherë, me ju thonë të drejtën, nuk kam patur kurrë paragjykime nga prejardhja nga Shqipëria. Pse? Sepse këtu vlerësojnë punën, nuk vlerësojnë përardhjen. Këtu vlerësojnë kontaktin me qytetarët, kontaktin me institucionet, edhe nuk varet shumë vendi nga vjen. Edhe kjo është një nga aspektet që më kanë ndihmuar më shumë në jetën time, sepse unë mund të flas vetëm mirë për shtetin italian, sepse ky nga fëmiria kur kam ardhur këtu në Itali, në moshën 6 vjeçare, kam patur të bëj me persona të mikpritur, me persona që më kanë ndihmuar, po flas normalisht për autohtonët, jo vetëm për shqiptarët tonë, por edhe sidomos për italianët. Edhe sajt atyre kam mësuar gjuhën italishte, sajt atyre kam mësuar edhe mentalitetin italian. Edhe nuk kam ndjer asnjë paragjykim. Për sa i përket Ivreas, si çdo qytet në Itali, ka problemet e veta, ka probleme me kriminalitetin, por neve kërkojmë gjithmonë që të ndërhyjmë jo vetëm me funksione represioni krimit, por edhe parandalimi krimit. Që kërkojmë gjithmonë të flasim nëpër shkolla me nxënësit për ditë argumente si puna bullizmit, si puna trafikut drogës, si puna substancave, domethënë abuzimi substancave, plus edhe me të moshuarit, ku kërkojmë të flasim për parandalimin e trupave, sepse janë shumë shpesh viktima trufash.
Kështu që funksioni jonë nuk është vetëm, siç thash, represiv, por është edhe parandalues. Patjetër. Po gjithsesi është një pozicion që nuk t'i jep një farë qetësie, si të thuash, një përgjegjësi dhe një profesion, si thuash, i rrezikshëm, duke qenë se do përballesh me krimin organizuar, me bandat, me parandalimin e krimit, siç tha, me trafikun e drogës. Të gjitha këto fenomene mjaft të përhapura në ditët e sotme, apo jo? E ke marrë parasysh rrugën e gjatë të kësaj pune të vështirë dhe të rrezikshme? Patjetër e kam marrë parasysh, por unë kam pas fatin në jetën time që bëj punën që kam dëshiruar. Edhe nuk ka as frikë, as një emocion tjetër që mund të më ndaloj për punën që bëj. Ka qenë shumë e vështirë që të arrisha, domethënë të bëjsha oficer karabinieri, sepse është një, duhet të më thosh shumë, më thosh shumë, ke përgjegjësi të mëdha, por thash, në qoftë se punën e bën me vullnet, e bën me zemër, atëherë nuk ka si frikë ose as emocion tjetër që të ndaloj. Po. Ti ke sakrifikuar, ke këmbgulur për të arritur këtë post si kundër e the, padyshim. Jo vetëm në fillimet e tua, ke pak kohë që je emëruar si kreu i karabinierëve të Ivrea si kundër e tham. Trego pak në këto ditë apo javë të këtij pozicioni, çfarë keni arritur të parandaloni apo të na tregoni diçka nga puna juaj aty? Atëherë, nga puna ime... Dhe a kanë qenë shqiptarët pjesë e sulmit të radhës? Shqiptarët, pjesë të sulmit nuk janë vetëm shqiptarët, sepse krimi nuk njeh kufira, kështu që janë shqiptarë, janë italianë, janë të gjithë kombësive, nuk ka krimi nuk njeh kombësira. Thjesht kam pasur të bëj me disa situata që kam bërë të punoj me kolegët e mi, me bashkëpunëtorët e mi, edhe siç thash përpara, jo vetëm në mënyrë represive, por sidomos edhe në mënyrë parandaluese. Ka shumë situata delikate, si çdo vend në Itali, sepse Italia është një shtet shumë i madh, me gati 60 milion persona, 60 popullsi të 60 milion personave, kështu që çdo qytet ka problemet e veta. Deri tash unë kam gati 8 ditë që kam filluar komandën. Jende në fillim fare. Jam në fillim fare, edhe për tash po kërkoj të njihem me institucionet, po kërkoj të njihem me karabinierët e mi, sepse 14 stacione nuk jam pak, 14 reparte nuk jam pak, kështu që si për fillim po filloj, domethënë të njihesh dhe të kuptosh. Po, kuptoj gjithë personelin, kuptoj edhe kontekstin. Dhe pse jo a ka dhe shqiptar të tjerë në këto struktura, se kudo i kemi të pozicionuar? Patjetër. Mund të them që unë jam bërë oficer i karabinierëve, por ka shqiptar të tjerë që janë mjekë, janë pilota, janë avokat, janë e drejtë, modele të suksesshme. Sepse edhe ato kanë këmbgulur dhe ato kanë bërë sakrifica për të arritur aty ku janë. Absolutisht, pa punë nuk arrihet asnjë gjë. Armir, familja si e ka pritur këtë pozicion tëndin? Ka qenë dakord? Familja e ka pritur shumë mirë, po, ka qenë dakord, për vetë faktin që ka qenë dëshira ime, kjo që tu bëjsha karabinier. Domethënë, më kanë suportuar, më kanë ndihmuar, më kanë përkrahur për faktin që po bëj atë që dua. Edhe nuk është i thash rrugëzilje, i thash unë dua të bëhem karabinier, edhe tash janë shumë krenar. Padyshim, po përderisa nga cili qytet jeni në Shqipëri? Nga Durrësi. Nga Durrësi. Kam lindur në Durrës. Po. Dhe në moshën 6 vjeçare keni shkuar bashkë me familjen, apo fillimisht ti ke ndjenjur këtu me gjyshrit apo jo dhe prindrit emigruan, si çdo shqiptar? Po, fillimisht prindrit emigruan në vitin 1998, që unë kam netur me gjyshrit e mi për gati 2 vjet. Sepse nuk dojshin që të bëjnë pasojat e emigrimit. Mas asaj, domethënë kur u rregulluan u sistemuan me punë edhe me shtëpi, aty shoqër
mund të visha dhe unë në Itali. Edhe nga mosha 6 vjeçare, unë kisha bërë në fakt gjysmën e klasës para kisha bërë në Shqipëri. Edhe kjo gjë më lejoi që të tisha gjuhën shqipe dhe që ta majsha gjuhën shqipe plus, edhe prindrit më kanë folur gjithmonë shqip. Dhe kjo ka qenë gjëja më e rëndësishme që mos ta humbsha kontaktin me vendin e origjinës. Plus kam edhe gjithë familjarët atje. Do të thënë, si fillim fare, familja ime ka ardhur vetëm tu, pastaj erdha dhe unë. Po, pastaj nisin shkolla, vazhdove të investoje tek vetja dhe ke bërë dhe punë të tjera, apo jo, krahas studimeve? Ke punuar? Kam bërë dhe punë të tjera. Në fakt në vitin 2013, para se, do të thënë, kur bëra konkursin edhe nuk arrita ta fitoysha, sepse arrita në vendin 81 kundrejt 60 vendeve që ishin në konkurs për aplikime. Shkova punova në një fabrik druri. Punova për një vit në një fabrik, sepse nuk dojsha të rrisha në shtëpi, edhe sepse kjo ishte dëshira ime më e madhe që të bëhesha karabinier. Kështu që shkova punova edhe aty pastaj duke punuar si në fabrik druni, si gjatë fundjavëve si kamarier. Aty vazhdova të studioisha për konkurset të tjera, sepse një konkurs këtu në Itali zgjat pothuajse një vit tek karabinierët. Në ato moshën e fëmijërisë ku fëmijët i pyeshin çfarë do bëhesh kur të rritesh, përgjigjja jote ishte polic apo futbollist, siç janë dëshirat dhe ëndrat e djemve të sotëm? Përgjigjja ime ka qenë gjithmonë karabinier. Gjithmonë karabinier. Nuk ka qenë as polic, as futbollist, vetëm karabinier. I ke patur të qarta dëshirat dhe ëndrat që i vogël, Armir, dhe ja tu realizuan. Vjen shpesh në Shqipëri? Vi shumë shpesh në Shqipëri, gati çdo vit, sepse kam, siç thash përpara, kam gjithë familjen time që është atje, jo prindrit janë këtu në Itali, në Pordenone, por kam çunat e xhait, kushurit, gjithë njerëzit nga ana mamas dhe nga ana babait janë gjithë në Shqipëri. Kështu që nuk mund të rri pa si qytetin tim Durrësin, si dhe pa takuar njerëzit e mi. Tani që je në këtë post, besoj se do mungosh pak në Shqipëri. Do mungoj pak. Për shkak të detyrës edhe përgjegjësive që ke marrë përsipër. Po, do mungoj pak, po do kërkoj kur do kem pushime, do kërkoj që të vi paktën edhe sikur 2-3 ditë të vi në Shqipëri që të çmallen, domethënë ta heq mallin për njerëzit e mi. Tashmë që ky model i suksesshëm ose ky post që ti ke marrë, që siç e tham është një nga postet më të respektuara të rendit publik në Itali. Tashmë që ky model është bërë publik, e dalë në media, të gjithë do të shohin, dhe një ditë do të ofrojë një rol i rëndësishëm për shembull në strukturat e rendit në Shqipëri, me gjithë vështirësitë dhe problematikat që ka ky sistem. Do ta pranoje ta merrje përsipër në një të ardhme? Me ju thonë të drejtën, unë gjithë jetën time kam dashur të bëj karabinier, të bëhem karabinier edhe du të vdes karabinier. Kështu që e kuptova. Edhe nuk mund të them tash çfarë mund të bëj në të ardhmen, por jam i sigurt që kjo është jeta që dojsha, ky është roli që kisha qef, edhe kjo ishte gjitha që dëshirojsha, kështu që nuk shoh se duhet të kem role tjera. Ndoshta ishte pyetja shumë shpejt se ti tani te ditë ke që je marrë këtë post, kështu që po e gëzon dhe je në fillimet e tua. Unë të uroj shumë suksese. Dhe faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit juve. Të përshëndesim nga Tirana. Ishim me faleminderit Armir, me kreun e karabinierëve të Ivreas, i cili do të na jetë patjetër një model frymëzimi për gjithë shqiptarët dhe të rinj që aspirojnë dhe të realizojnë dhe të përmbushin ëndrat dhe dëshirat e tyre. Do të kemi vazhdimisht histori dhe modele të suksesshme të shqiptarëve anë kënd botës. Shkëputemi për pak publicitet, do të rikthehemi me një tjetër histori suksesi, por këtë herë në fushën e gastronomisë. Në këtë
këtë hapësirë do të flasim për një pasuri të veçantë të gastronomisë dhe kulturës tonë të kuzhinës. Bëhet fjalë për djathin e ziem Veleçiku, një traditë e hershme e veriut të Shqipërisë, që brez pas brezi është trashëguar nga gjyshet, se si ato e përgatisnin, por mbi të gjitha, për të mbajtur tani të gjithë blegtorinë e zonës, Gjovalina Sane do të na tregojë më shumë se si ka arritur që këtë djath ta sjellë deri në ditën e sotme dhe ky pastaj të certifikohet nga Ministria e Bujqësisë si specialitet tradicional i garantuar. Do të mësojmë dhe një recetë të vogël, do t'ja vjedhim Gjovalinit. Mirë se erdhe, Gjovalin, kënaqësi që të kam këtu. Me ca foto të bukura, të mrekullueshme për të treguar se sa e rëndësishme është të mbajmë edhe të përcjellim brez pas brezi këto specialitete të gjysheve tona për të mbajtur gjallë traditën. Si dhe sa vite, sa kohë ka ky djath që prodhohet në zonën e Malësisë Madhe? Unë mund të them se ky djath është shekullor, pasi është traditë e Malësisë Madhe, kryesisht edhe e Kelmendit. Me ky djath gjithmonë janë prit mysafirët miq të shtëpisë. Ne për ta gjetë racetën, për të krijuar një racetë bazë, kemi dalë nëpër shtëpia edhe kemi pyetë të gjitha gjyshet dhe nanat tona. Ne kemi filluar punishten e djathit Veleçiku para 7-18 vitesh me prodhimin e disa lloje djathrave, por para 3 vitesh arritëm që nëpërmjet Ministrisë Bujqësisë ta certifikonim si produkt tradicional, si specialitet tradicional i garantuar, autentik i zonës. Ky është një produkt, është një pjatë shumë e rëndësishme, një pjatë e parë për gjitha bujtinat dhe restorantet e Malësisë Madhe, sepse gjithë turistët të huaj dhe vendas që vinë e kanë u shërbehet si meze e parë. Dhe kjo po jep mundësi që djathit prodhohet sa më shumë dhe të ndikojë të ndihmojë dhe fermerët e zonës. Kështu e ka patur emrin që në fillim djath i ziem. Po djath i ziem, fjala i ziem vjen nga dialekti jon, po nga pjesa që djathi prodhohet nga qumshti i freskët, i pa vluar, i pa zirë. Edhe gjatë gatimit, ai duhet gatuhet në tigan për rreth 10-15 minuta, edhe nga mënyra e gatimit e ka marrë dhe emrin djath i ziem. Sepse ka këtë procesin, pra veçanta e tij është që ka këtë procesin e zjerjes. Certifikimi që ne kemi marrë është kryesisht nga receta autentike e vjetër, e trashëguar si specialitet tradicional i zonës tonë. Ne kemi një video të vogël, të shkurtër, për të treguar gjithë hapat e prodhimit të djathit të ziem Veleçiku, që pse jo, kushdo mund ta përgatisë dhe në shtëpi nëse Gjovalini do na jap sot recetën e djathit apo jo. Të t'i tregojmë. Ndoshta jo si duarartat e gjysheve të Malësisë Madhe, që e kanë trashëguar brez pas brezi, po pse jo, le ta provojmë. Shikojmë pak video, ndërkohë dhe na trego disa procese. Këtu është nga momenti i prodhimit, qumshti është qumshti kryesisht nga qumshti i lopëve, sepse dhe përqendrimi i yndyrës duhet të jetë i lartë. Është me qumësht të freskët, të papasterizuar dhe në fakt dhe qumshti duhet të jetë i sapo mjelur i freskët. Djathi kalohet shumë pak pastaj në krip dhe për 2-3 ditë thahet që të humbasi pak lagështirën. Atëherë është krejti i gatshëm për pjesën e gatimit. Vetë djathi nuk ka duhet të jetë i freskët dhe gjatë gatimit hedhim një pjesë djathit të thërmuar. I shtojmë pak ujë, pak gjalp dhe duhet të përzihet për rreth 10 minuta derisa gjithë masa të bëhet bashkë dhe të fillojë të lëshojë gjalpin në tigan. Pastaj i shtojmë dhe pak miell me misri ose gruri sipas dëshirës dhe në fund për 2-3 minuta prapë i shtojmë dhe një mas tjetër djathi dhe e përzijmë, ne trazojmë në tigan prapë që të bashkohet masa edhe fillon e bëhet elastike. Aty ka dhe veçantin. Aty është suksesi dhe veçantia, që ky djath është shumë elastik. Dhe e shërbejmë në një enë balte ose druri për ta ruajtur dhe nxehtësinë, ngrohtësinë. Duke qenë se qumshti është qumshti i freskët, i papasterizuar, shija e djathit vjen pak e athet
dhe gjithmonë zakonisht është shoqëruar me pak mjaltë për balancuar. Kjo është nëna juaj, Gjevalin, që është duke përgatitur? Këtu është mama që po përgatit në shtëpi. Është duke përgatitur këtë djathë në shtëpi. Pra edhe në kushtet e shtëpisë mund ta përgatisim të gjithë një lloj djathë. Ne kemi punishten e djathët që prodhojmë disa lloje djathrash dhe kemi aty afër shtëpijet. Bashkëpunojmë me shumë fermer në zonë. Vitet e para kemi filluar me 5-6 fermer, kurse tani bashkëpunojmë çdo ditë me mbi 50 fermer që prodhojnë nga pak sasi qumshti dhe shkojmë çdo mëngjes shtëpi për shtëpi që ta grumbullojmë qumshtin. Pra nuk e sillin fermerët tek ju, shkoni ju a merrni tek shumë pak fermer që janë aty afër shtëpisë, se sjellin punishtë, se sjellin tek ne. Kjo është një ndihmë për fermerët e zonës apo jo? Në fakt grumbullojmë në disa fshatra në zonë dhe kjo ka ndiku mirë dhe për zonën, sepse kanë mundësi që të shesin qumshin dhe të shohin numrin e krerëve. Sepse edhe zhvillimi i turizmit, pas prolluam, ne duhet që të prollojmë, që të arrijmë që të kemi të ardhura nga turizmi. Sigurisht më pas për restorantet e zonës e kanë zgjedhje të parën, si të thuash, tipike edhe për turistët për ta zgjedhur si specialitet të Malësisë Madhe. Duke qenë se është pjata më e kërkuar në bujtinat dhe në agroturizmet e zonës, normalisht që kjo ndikon direkt dhe të zhvillimi i fermerëve, sepse sa më shumë që të prodhojnë. Kjo është shumë pozitive dhe për kohën ku jemi, sepse fshatrat po përjetojnë një kohë jo të mirë me largimet dhe zhvillimi i turizmit nëpërmjet dhe zhvillimit të produkteve ndihmon dhe tek stopimi i pakrimit. Djathë përgatitet vetëm nga qumshti i lopës apo jo? Kryesisht nga qumshti i lopës, po. Ne kemi kriju një shoqëri të bashkëpunimit bujqësor tip kooperative, sepse tip kooperative, si dikur, shoqëri që quhen ndryshe? Bashkë me fermerët tonë, sepse për të aplikuar për certifikimin, duhet komplet zinxhiri të jetë i kontrolluar dhe të ndjekum të gjithë të njëjtën recetë dhe gjathin e zim nuk është se e prodhojmë vetëm ne, e prodhojnë dhe gjithë fermerët tjerë, nëse ndjekun të gjithë recetën dhe mënyrën autentike të përgatitjes. Fakti që ky djath prodhohet vetëm nga qumshti i lopës lidhet me sasinë e yndyrës që duhet të ketë për të realizuar ato strukturën elastike apo jo? Po, sepse qumshti i lopës ka yndyrë më shumë më të përqendruar se sa qumshti i dhis dhe kryesisht e kanë përdorur gjithmonë me qumshtin e lopës, edhe pak të deles, po kryesisht sepse deles pastaj ka yndyrë shumë dhe vetë pjata gatimi bëhet shumë e rëndë, po me qumshtin e lopës kryesisht. Bukur. Përveç djathit të ziem, ju prodhoni dhe lloje të tjera djathrash apo jo? Tipike të zonës. Po, ne kemi djathin e dhis, që është djathi i bardhë tradicional i dhis, gjithashtu prodhojmë dhe një djath kaçkavallrie që stazhonojmë mbi një vit dhe kryesisht për atë kemi treg dhe në Tiranë, sepse dhe shefat e kuzhinës nëpër restorantet e Tiranës kanë filluar që të mbështesin produktin vendas dhe shumë mirë pse të përdorin parmegjanën ose pekorinën ose djathrat nga jashtë që mund të përdorin për antipastat, për ta shoqëruar me verë djathrat e stazhonuar tonë. Gjithashtu, duke qenë nga zona, ne kemi sherebele, një bimë medicinale që është shumë natyrale dhe autoktone e Malësisë Madhe, dhe e kemi menduar që ta miksojmë me ta përzijmë në djath dhe i ka dhënë një shije shumë pëlqyeshme, shumë këndshme. Ngjyrën po dhe aromën karakteristike të sherebelës. Ndërkohë ato gjethet e sherebelës përpunohen si është? Ne ato thahen dhe duhet dhe të zihen, sepse duke qenë se rrinë për një kohë gjatë në djath gjatë stazhonimit, duhet kalohet procesi i zirjes. Ishte edhe një djath i kuq ndër foto, ai është djathi me spec djegës, djathi pikant, që duhet të djath pikant. Kemi dhe djathin me boronicë, nga boronica e Vermoshit. Prodhojmë dikun mbi 15 lloje djathrash. Dhe kjo sigurisht ndikon pozitivisht në zonë, sepse kam pas shumë fermerë që në fillimet tona kanë pas po themi 50-60 kokëdhi, tani kanë shtu, kanë bëj 100-150. Edhe kjo ndikon edhe në mënyrë indirekte dhe në zhvillimin e fermerëve. Pra, një prej produkteve që janë të certifikuara si Made in Albania dhe të certifikuara nga Ministria si specialitet tradicional i garantuar është pikërisht djathi i ziem. Do na tregosh me gramatur recetën, sepse jemi mësuar edhe për shkak të hapësirës së gatimit që t'i ndihmojmë anvisat tona.
sa litra qumësht, sa djath, sa gjalpë dhe sa miellë për ta përgatitur në kushtet e shtëpisë. Po, si fillim më përdorim vetëm rreth 200 gram djath e grim, e kalojmë në rejnë ose e presim me thikë. Djath të zakonshëm, djath? Jo, në fakt, për me bë djathin e zim, duhet vetëm djath i prolluar nga ne. Duhet marrë nuk bëhet mas një lloj djathi tjetër ndryshe. I zakonshëm. Sepse mënyra e prollimit duhet marrë direkt nga qumshti I freskët, se po ta prollosh nga qumshti I zirë ose pasterizuar nuk arrin atë rezultat. As shija, as elasticiteti, as dukja dhe... Pra nëse marrim 200 gram, si që thua, djath? Po, 200 gram djath, pak gjys gotë 100 ml ujë, një gjys lugë gjedhe me gjalp sa për ta lyer pak tiganin, edhe hidhet pak gjalpi, pastaj djathi, pastaj përzihet pak për 1 minutë, pastaj hidhet dhe ujë për ta bashkuar, lidhur masën, djathin, dhe për 5 minuta duke e përzirë, është shumë rëndësishme që duhet të rrijë gjithmonë me dorën në tigan duke e trazuar, sepse bashkohet shumë shpejt e gjithë masa dhe I humbet pastaj elasticiteti. Dhe shtojmë dhe pak miell gruri ose mistër sipas dëshirës dhe atëherë duhet të përzijmë prapë besoj afërsisht për 5-6 minuta arrin që e shikon me sy që djathi fillon dhe lëshon shumë gjalp në tigan. Në atë moment I shton dhe prapë jo të gjithë sasinë parë 200 gram që kishim djath, po dikun afërsisht 150 gram prapë djath të grirë dhe e trazon prapë për 3-4 minuta dhe fillon e bëhet prapë elastik. Edhe atëherë hedhe një pjatës, një vend që do ta shërbesh me pak mjaltë edhe. Ne kena mjaltën e shumë lulshme të zonës, po mjalti I bedonicës është po ashtu një produkt I certifikuar si specialitet tradicional është I zonës Përmetit. Po e kemi folur dhe këtu në studio për mjaltin e bedonicës. Vjen nga lulja e bedonicës që gjendet veç në bedonicë dhe gjithashtu është I certifikuar dhe djathi bjeshkëve të runjes të zonës së Dibres, sepse rritet nga dhi autoktone të asaj race dhe me kullotën atje. Dhe vaj valmit nga Elbasani, pra janë identifiku rreth 30 produkte që mund certifikohen. Dhe tashma dhe ne po kemi se të shkojmë të Parmigiana. Qartë, po kemi produkte të besojmë produkteve të mbështesim prodhuesit e Shqipërisë, prodhuesit tanë, fermerët tanë. Duhen mbështetur mbi të gjitha për të certifikuar dhe... Certifikimin e fakt ka ndikuar shumë pozitivisht dhe në marketimin, reklamimin e produkteve, sepse tash po themi për Floren në përmet që prallon mjaltin, duhet t'ja porosisë shumë kohë përpara tani me certifikimin, sepse klienti po nervësohet që të marrin produkte sa më natyrale, certifikuara dhe autentike. Gjithashtu dhe ne të pjesa djathit zim, ne në fakt kemi për momentin vetëm prollimin, po mendojmë që duke kanë dhe zhvillimi I turizmit që vinë e bëjnë turën për punishtën dhe fermat tona, mendojmë që ta orientojmë drejt agriturizmit ose një hapësirë degustimi që t'jetë vetëm si shtëpia djathit zim, që të mikpresim miq dhe turista për ta provu djathin e zim aty ku prollohet. Turistët si reagojnë kur e prodhojnë këtë djath? Djathi konsumohet ashtu I ngrohtë siç është apo jo, se nëse ftohet fillon dhe ngurtësohet. Ngurtësohet, po. Përdohet në çast. Në fakt, në pamjet parë kur e shikojnë duket si një ushqim shumë I rënd, po për 2 minuta pjata është bosh pastaj. Dhe ka një shije delikate që është primen është pjatë shumë e pëlqyer të restorantet dhe bujtinat. Po, duke qenë se vetë ke studiuar këtu për menaxhim biznesi dhe më pas ke vazhduar me trajnime dhe pjesëmarrje në evente apo në panajire të ndryshme, për këtë djath ka folur dhe një, le themi, gazetë italiane apo jo, La Repubblica? Po. Për specialitetin që ka malësia e madhe në prodhimin e djathit të ziem të Veleçikut. Ne ishim në Torino ku bëhet panajiri I slow foodit nga gjithë vota dhe një pjesë e prodhuesave shqiptar jemi dhe pjesë të slow foodit. Aty na vlla mundësia edhe për të bërë një show cooking për ta gatuar djathin e zim
dhe u shkruajt për prodhimet tona dhe tek Gazeta La Repubblica dhe La Stampa një artikull. A ka qenë pikërisht ky specialitet, kjo shoqëri që ju, s'po e them kooperativ, meqense është term më i vjetër, që ju keni ndërtuar në veri, një arsye e rikthimit tënd në Shqipëri, se nëse nuk do të ishe marrë me pjesën e djathit, të vazhduar këtë traditë mund të jetojë dhe punojë jashtë? Në fakt, punishten e kanë fillu prindrit dhe familja, dhe unë në atë kohë sapo kisha mbaru gjimnazin dhe po mendoja nga Shkodra që vendosesha në Tiranë si çdo i ri që të filloj të largohem nga fshati për të pa për në kryeqytet. Studiova në Tiranë dhe studiova për menaxhim biznesi dhe gjatë kohës studimeve duke qenë se punishta ishte në ato fillimet e veta dhe si çdo fillim vështirësitë e veta. Unë çdo rast studimi e krahasoja direkt me biznesin, me punishten e familjes teme dhe shihja në perspektivë. Edhe gjatë kohës që unë po mendoja me ikë prej fshatit, në fakt gjatë studimeve po mori kthente dëshira për me zhvillu punishten, mundin e biznesin që kishte fillu familja. Mulla mundësia që gjatë kohës studimeve nëpërmjet ambasadave si holandeze, gjermane dhe italiane të kryesisht gjatë sezonit verës shkosha në Hollandë duke punu në për punishte të ndryshme në formë trajnimi për të marrë eksperiencë dhe për të përmirësuar prodhimin e djathit. Gjithashtu kena pas dhe teknolog, unë jam në kontakt për çdo vit me teknolog që i sjellim nga Italia ose nga Holanda, vinë punojnë me ne 2-3 javë, mirë presim aty te shtëpia dhe ato na japin gjithë eksperiencën e tyre dhe kjo ka një nim shumë e madhe. Sepse prodhimi i djathit është një specialitet më vete. I pafundëm që duhet zhvilluar në çdo. Patjetër, si kombinuar për shembull me frutta të thata, me boronica apo me elemente të tjerë që çohet përpara. Me një qumsht, me pak ndryshime recetash mund të prodhosh disa lloje shijesh, disa lloje djathrash. Dhe në fakt unë jam nxit pak dhe nga duke prek dhe tregun këtu në Tiranë që shikoja në restorante që për të bërë antipastat, përdorshin shumë lloje djathrave që importonin. Edhe mendoja pse mos ti eksperimentoje ti prodhoj dhe unë që klientët kenë mundësi që të shijojnë produktet shqiptare me të njëjtin nivel dhe shije, po siç e shijojmë edhe. Shpesh herë unë çdo vit dërgoj në Hollandë dhe mostra djathi për të pa se sa kam përmirësuar shijen dhe më vjen mirë se marr komente pozitive për aty. Shumë e rëndësishme te pjesa e prodhimit djathit është dhe bashkëpunimi shumë i mirë i ngushtë me fermerët, sepse duhet qumshti të jetë sa më i freskët në mënyrë që ti të arrish prodhosh një djath pa hile, sa më i freskët, mos i shtojnë ujin për shkak të çmimit. A janë ata të kënaqur me sa ju i paguani për t'ia marrë qumshtin? Po, në fakt, ne vetëm mundohemi që të gjejmë atë pjesën e freskisë dhe cilësisë qumshtit, mandej te çmimi jemi gjithmonë pak më lart se sa është tregu, sepse kemi një bashkëpunim shumë jetëgjatë me fermerët dhe i shohim si bashkëlltar në sigurisht, pastaj për të arritur në atë finalizimin e produktit është dhe kullotat, ku ata fermerë i tjerin dhe kullotat sa më të larta ndikon dhe tek shija e djathit, sepse djathi merr një shije të veçantë ndryshe. Super. Gjuvalind, falenderoj shumë që erdhe Enkas nga Malësia e Madhe për të na treguar për këtë specialitet të kuzhinës tuaj dhe tonën të gjithë bashk, për ta provuar dhe për ta shijuar. Me siguri që do tentojmë ta prodhojmë edhe ne në shtëpi tona. Po më parë do vim ta shijojmë aty. Faleminderit shumë dhe shumë suksese në punën tuaj. Ju bëhet të mbar, ndërkohë ne përshëndetemi së bashku. Faleminderit që na ndoqët dhe sot. Shihemi nesër me të tjera histori këtu në Reze Dielli.